Edi Rama mblodhi të 83 deputetët e grupit parlamentar së bashku me kabinetin qeveritar vetëm 3 ditë përpara nisjes së sesionit të ri parlamentar, për t'u folur për fokusin kryesor ku do të duhet të përqendrohet e gjithë puna dhe energjia e shumicës, ligje që kërkohen për antarësimin në Bashkimin Evropian. Rëndësinë e këtij procesi Rama thot me siguri që nuk e din edhe vetë disa prej deputetëve të kësaj magjorance. Edhe brenda nesh e lëre pastaj në opinionin publik nuk ka një kuptim të qartë për çfarë do të thotë përmbushja e kushteve për të dalë me sukses nga procesi i negociatave. Sfida e sfidave në procesin e negociatave konsiderohet kapitulli mjedisit dhe sigurisë ushqimore, ku Rama pranon se në kushtet aktuale, shanset për të mbyllur këtë kapitull brenda 2027-s, siç ka premtuar, janë fare të pakta. Në kushtet e sotme, ne jemi të pa integrueshëm për shkak të nivelit të pamjaftueshëm të sigurisë ushqimore sipas kriterëve të Bashkimit Evropian. Skenarin më pesimist do të thotë që gjithçka që hahet të importohet. Për këtë arsye duhet një super punë. Por ndërkohë që flet për nxitimin në miratimin e ligjeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian, Rama ju bën të qartë në formën e një ultimatumi se asnjë mendimi dhënë nga deputetët në shqyrtimin e projekt ligjeve të dakordsuara me Komisionin Evropian nuk do duhet ta amendohen, por thjesht e vetëm të miratohen. Jemi besim plot që bazuar mbi atë precedent do të mund të marrim një fazë të ndërmjetme prej 5 vjetësh pas antarësimit. Pasi dëgjoi të gjithë drejtuesit e komisioneve parlamentare, Rama kërkoi ngritjen një grupi pune që do të hartojë ndryshimet kushtetuese të lajmëruara më parë. Kemi një parlament me 140 vet dhe fare mirë mund të kemi parlament me 100 vet. Ambicia e on duhet të jetë që në fund të mandatit ne të kalojmë edhe një reformë kushtetuese. Kërkoi rishikimin dhe respektimin e rregullore së parlamentit për të ndaluar jo vetëm abuzimin me fjalën procedurë, por dhe denigrimin të deputetëve të shumicës nga opozita. Duke u bazuar tek rregulloret dhe praktikat e Bashkimit Evropian, duhet ndërhyrë menjëherë në mënyrë që fjala procedurë mos jetë e barabartë me konceptin pengmarrje. Legalizimi i rrugaqërisë në sallën e kuvendit është bashkëveprim dhe bashkëfajsi. Opozitën që vetë quajë një çet ignorantësh të ligj, që hedhin vetëm baltë dhe akuza pa bazë, tha se nuk do të presin pafund për reformën zgjedhore dhe ato territoriale. Me ata shumë mirë. Pa ata po aq mirë. Kryeministri pranoi dështimin në reformimin e televizionit publik shqiptar dhe Ministrisë së Jashtme. Nuk kemi për t'i dhënë televizionit publik asnjë lek nga taksat e shqiptarëve, deri kur televizioni publik ti meritoi taksat e shqiptarëve. Duhet çdo opsion duhet të jetë në tavolinë. Edhe mbyllja përfundimtare, edhe privatizimi, edhe partneriteti, edhe çdo gjë përveç saj që është. Ministria e Jashtme është si televizioni shqiptar. Është një tjetër dështim i madh i yni. Nuk është një institucion në funksion të gjithë këtyre sfidave, nuk është. Pse? Sepse nuk është reformuar asnjëherë. Fjalimin e mbylli po me opozitën dhe shpresat e saj për të ardhur në pushtet. Të gjithë ata që shikojnë prej shumë vitesh ëndrrën në beze, thon tironësit, të rrëzimit tim dhe ton, e shikonin shiun dhe borën si antarët e mirëseardhur të koalicionit, dhe nëse ata do vazhdojnë të besojnë që ne do bijem nga shiu, nga bora, apo nga proceset e drejtësisë, ata le të jetojnë me këtë shpresë se në 2027 do habiten kur të mbeten dhe pa ato 5-6 bashki që i kanë sot.